بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, e mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 70 të surës Isra, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdila. Me të vërtet, ne i kemi nderuar bijtë e Ademit, i kemi mbartur ata në tokë dhe në det, u kemi dhënë furnizim nga të mirat dhe i kemi dalluar ata mbi shumë nga krijesat, nga krijesat që i kemi krijuar me një dallim të qartë. Sot, inshallah, do të vazhdojmë me pjesën e dytë të temës rreth servilizmit dhe për sot do të flasë përse Islami e kundërshton servilizmin. Në pjesën e parë të kësaj teme folëm se ç'është servilizmi, përhapja e tij përgjatë gjithë historisë në forma të ndryshme, si dhe shkaqet e lullëzimit të servilizmit. Sot, me ndihmën e Allahut, pra, siç e tha, do flasim për temën përse Islami e kundërshton servilizmin. Ajeti 70 pra që citova i surës Isra thekson nderimin dhe vlerësimin që Allahu u ka dhënë njerëzve. Allahu i plotfuqishëm i ka nderuar njerëzit me intelekt, me mendje, me dinjitetin dhe me pozitën e lartë ndër të gjitha krijesat. Allahu ka dhënë njerëzve mundësinë të udhëtojnë nëpër tokë e det me mjetet që ai u ka mundësuar atyre. Të mirat që njerëzit konsumojnë janë të pastra, të dobishme, ushqimi, uji, pasuritë natyrore e të tjera. Dhe të gjitha këto janë nga Allahu fuqiplot. Ai është përfundizuesi absolut i njeriut. Dallimi i njeriut me krijesat e tjera, nga krijesat e tjera, është në dije, pra në dituri, në zgjedhje të lirë, në përgjegjësi morale dhe në aftësinë e tij për të bërë mirë ose keq. Pra ka vetë në dorë njeriu. Kur bën mirë, e lartëson veten e tij. Kur bën keq, e ul dhe e poshtron veten e tij. Ky ajet i begat është një kujtesë për vlerën që Allahu fuqiplot i ka dhënë njeriut, por edhe një përgjegjësi që njeriu ka mbi veten e tij për ta përdorur këtë nderim në mënyrë të drejtë. Në mënyrë të drejtë, pra, aty ku kënaqet edhe dhuruesi, dhënësi i këtij nderimi. Pra të mos e poshtroj veten e tij, të mos e ul veten e tij përpara krijesave, kushdo qoftë, sado i madh të jetë,
bazuar në këtë ajet të Kuranit, qartësohet se feja e pastër islame, burimi i së cilës, pra është fjala e Allahut, Kurani i shenjtë dhe sunneti i pastër i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe ehli bejtit të tij të pastër, bazuar në këto, pra se feja e pastër islame e refuzon fuqishëm dhe rrepsisht servilizmin dhe i urdhëron besimtarët që të qëndrojnë sa më larg këtij. Sepse servilizmi është një sjellje e dëmshme, edhe pse mund të duket një rrugë e lehtë drejt përfitimit personal të çështjeve materiale të kësaj bote. Mirëpo, ai ka pasoja të thella negative për individin, për shoqërinë, për strukturat drejtuese të një shteti. E kundërta e servilizmit është pra qëndresa me dignitet, me krenari. Islami i pastër, i cili urdhëron vetë për të mirë, e kundërshton servilizmin për disa shkaqe. Së pari, Islami e kundërshton sepse feja islame është fe e dinjitetit dhe e lirisë shpirtërore. Islami e ka ndaluar kategorikisht çdo lloj skllavërie, materiale apo morale, ndaj krijesave të tjera. Njeriu në Islam ka një pozitë të lartë dhe është krijuar për të qenë i lirë, i ndërgjegjshëm dhe përgjegjës. Islami thotë që njeriu është lulja e universit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, kërkimi i lavdis tek njerëzit është poshtrim. Lavdin krijoje, lavdin pra kërkoje nga krijuesi, nga Allahu fuqiplot, dhe jo nga krijesa. Pra profeti thotë, kërkimi i lavdis tek njerëzit është poshtrim. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë, mos u boj skllav i askujt tjetër, kur Allahu të ka krijuar të lirë. Pra ne përderisa jemi pra robër të Allahut. Dhe këtë të tillë duhet të jemi. Nuk duhet të jemi robër të njerëzve, në asnjë mënyrë. Nuk e pranon Allahu. Imam Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë, besimtari nuk i përkullet, nuk i përullet askujt përveç Zotit. Ai e meriton për kulin, për uljen, askush tjetër. Këto thënie të shkurtra të profetit dhe të imamëve të Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi të gjithë ata, janë një filozofi e tërë për të jetuar me dinjitet dhe për të refuzuar çdo formë nënshtrimi që e poshtron njeriu. Dhe një formë e poshtrimit është edhe servilizmi ndaj të tjerëve për arsye ose përfitime materiale individuale. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe ehli bejtit i pastër na mësojnë se i lirë nuk është ai njeri i lidhur me pranga, ose që nuk është i lidhur me pranga.
Pra i lirë nuk është ai njeri që nuk ka prangën në duar, por ai që nuk ka frikë të thotë të vërtetën dhe nuk e nëpërkon dinjitetin e tij për përfitime. Ky është ai njeriu i lirë. Jo njeriu pra që nuk ka pranga, por është ai njeri që nuk ka frikë të thotë të vërtetën dhe nuk e nëpërkon dinjitetin për përfitime. Shkaku i dytë që Islami i pastër e refuzon servilizmin është se servilizmi bie ndesh me tauhidin, pra njësimin e Allahut. Servilizmi është një cënim për tauhidin. Kur dikush i bindet verbrisht një krijese në dëm të së vërtetës, ai në një farë mënyre e vë atë krijesë në pozitën e Zotit larg qoftë. Pra duke ju servilosur, pa e ndjerë, ai njeri pra vendos atë krijesë që i serviloset në postin ose në pozitën e krijuesit larg qoftë. Në surën Taube, ajeti 31, Allahu thot, ata i morën dietarët e murgjit e tyre për zotëra në vend të Allahut. Për sqarimin e këtij ajeti, i dashur i zemrave tona, profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: ata pra thot, jo, ata nuk e adhuruan me sejdë, pra nuk e adhuruan dietarët murgjit duke i bërë sejdë atyre, por u bindën ndaj tyre në atë që e bënin të ndaluarën të lejueshme dhe të lejueshmen të ndaluar. Pra bënin halalin haram, haramin halal. Edhe kjo është një formë bindje, është një lloj pra servilizmi, nënshtrimi ndaj diçkaje të pa drejtë, të pa vërtetë. Kushti i tretë i ndalimit apo i kundërshtimit të Islamit të servilizmit është se servilizmi sjell dëme për individin dhe shoqërinë. Ndërkohë që feja islame është fe e mirësisë, i dëshiron njerëzve veç të mirën, as kujt nuk ja don dëmin dhe as dëmtimin. Ndërsa servilizmi sjell dëme për individin dhe shoqërinë. Për këtë pra Islami e kundërshton rreptësisht servilizmin. Dëmet që i sjell servilizmi individit janë: së pari, humbja e dinjitetit personal. Njeriu servil sakrifikon integritetin dhe dinjitetin e vet për favore, duke u bërë i varur nga të tjerët. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: njeriu i mençur nuk e poshtron veten për atë që nuk e fiton, e as nuk e shtrin dorën ndaj askujt për poshtrim. Dëmi i dytë, dobësimi i personalitetit. Servilizmi e mëson njeriu të mos ketë mendim të vetin, të tij. E mëson ta fshehë të vërtetën dhe të shmang çdo përgjegjësi. Dëmi i tretë, humbja e besimit te të tjerët. Një person servil vetëm për interes që lavdron të fuqishmit, ai e humbet respektin dhe besimin e njerëzve të ndershëm. Pra bëhet njeri i pa respektuar, i pa besuar në mesin e njerëzve, pra njeriu servil.
Dëmi i katër, përjetimi i brendshëm i nënshtrimit. Njeriu servil shpesh ndjen turp, pa fuqi dhe stres për faktin që s'mund të jetë vetvetja as edhe një herë. Përderisa e fsheh të vërtetat, nuk mban përgjegjësi, ai njeri është gjithmonë i stresuar, është i nënshtruar ndaj servilizmit dhe është i pafuqishëm. Pra këto janë 4 dëme të mëdha që sjell servilizmi dhe për këtë shkak Islami e kundërshton fuqishëm servilizmin dhe i urdhëron pra ndjekësit e tij që të qëndrojnë sa më larg servilizmin. Dëmet që i sjell shoqërisë servilizmi janë: së pari, kultivimi i hipokrizisë dhe gënjeshtërës dhe përhapja e tyre. Shoqëria mbushet me njerëz që flasin vetëm për interes. Pra kur përhapet servilizmi, ka njerëz vetëm që flasin për interesa materiale, të kalueshme. Nuk flasin për të mirën e përbashkët apo për të vërtetën. Servilizmi zbeh ndeshmërinë. Dëmi i dytë, pengimi i drejtësisë dhe i meritës në shoqëri. Duke u përhapur servilizmi në shoqëri, pozitat dhe privilegjet shpesh u jepen atyre që din të bëjnë lajka, të servilosen, dhe jo atyre që i meritojnë me vepra dhe me digje. Po të bëjmë për një analizë dhe shoqërisë së sotme, kjo e vërtet është e përhapur. Ata që meritojnë një vend, një post apo një pozit, ata janë anashkaluar dhe në ato vende, ato posta janë vënë njerëzit që bëjnë merre me lajka apo me servilizëm. Dëmi i tretë është krijimi i një kulture frike dhe heshtjeje. Kur përhapet servilizmi, njerëzit ndalojnë së thëni të vërtetën nga frika se mund të humbin pozitën ose mund të sulmohen. Dhe dëmi i katër që i sjell servilizmi në shoqërisë është përjetimi i padrejtësisë dhe i autoritarizmit. Pushtetarët e paaftë mbahen në pushtet nga njerëzit që u bëjnë lajka, u servilosen, në vend që të kritikohen dhe të ndrejqen. Kjo bën që të përhapet padrejtësia, të shkelet drejtësia. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: shoqëria e padrejt nuk mund të qëndrojë, edhe nëse përfiton përkohësisht, as edhe një herë. Çdo gjë që merret me padrejtësi nuk ka jetë gjatë. Çdo gjë që fitohet padrejtësisht, ashtu do të ikë, do të kalojë. Bazuar në këto që thamë, të dashur vëllezër dhe motra, servilizmi është një sëmundje e rëndë, sociale dhe shpirtërore. Dhe për këtë pra, feja e pastër islame, e cila ka ardhur të pastrojë njeriu nga çdo keqje, nga çdo mëkat, nga çdo gjuna, nga çdo vesh i keq, ka ardhur ta edukojë njeriu me edukatën që e dëshiron krijuesi i tij, ka ardhur që të udhëzojë njeriu në rrugën e drejtë, ka ardhur që të ndërtojë njeriu me plot kuptimin njeri, që të jetë mëkëmbës e Allahut në tokë. Për këtë Islami i pastër pra e kundërshton
fort këtë smundje të rëndë sociale dhe shpirtërore që është servilizmi. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, është shembull i lartë kundër servilizmit. Imam Husejni refuzoi të jap besën dhe besnikërinë ndaj një pushteti të padrejtë, duke thënë një si unë nuk ja jep besën një si Jezidi. Ai kundërshtoi padrejtësinë. Imam Husejni në ditën e Ashuras na dha shembullin më të lartë të refuzimit të servilizmit dhe të poshtrimit, ku tha, unë nuk do të pranoj nënshtrimin e turpshëm. Allahu i dërguar i tij dhe besimtarët nuk e pranojnë që unë t'i bindem një të keqi si Jezidi. Ai nuk e pranoi nënshtrimin, sepse besimtari i vërtet, besimtari i devotshëm, nuk e shet dinjitetin për asnjë përfitim. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, në fushën e Kerbelas ka thënë: vdekja me dinjitet është e ëmbël. Vdekja pra me dinjitet është më e ëmbël se jeta me poshtrim. Ja pra përse e rikujtojmë vazhdimisht, vit për vit, Imam Husejnin dhe revolucionin e tij. Sepse ai na mëson si të jemi të vdenjtë, si të jemi të fortë, si të jemi të fuqishëm, si të jetojmë me dinjitet, me krenari në jetën tonë, dhe si ta kundërshtojmë poshtrimin, padrejtësinë. Të dashur vëllezër dhe motra, Islami na mëson të jemi të ndershëm, të fortë, në të vërtetën, dhe të mos përulemi e të përkulemi për interesa të ulta të kësaj jete, sepse dinjiteti i besimtarit është më i çmuar se çdo pasuri apo pozit. Islami na mëson të themi të vërtetën edhe përballë tiranit. Islami na fton të jemi të butë e të respektueshëm, por të mos përulemi para askujt, përveç se Allahut fuqiplot. Të jemi gjithmonë me të drejtën dhe me të vërtetën, siç thot ajeti 119 i surës Taube: ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që keni besuar, friksojeni Allahut dhe jini me të vërtetën në fjalën e vepra, dhe mos jini me hipokritët, as me servilët, e as me ata të nënshtruarit ndaj krijesave për interesa personale. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: fjala më e mirë është fjala e drejtë para një sundimtari tiran, zullumqar. Islami na mëson të mos mashtrojmë për përfitim, duke e përzier të vërtetën me të pavërtetën, siç thot ajeti 42 surës Bakara: wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Mos e përzjeni të vërtetën me të pavërtetën, dhe të vërtetën mos e fshihni me vetdije. Sa njerëz ka sot që fshehin të vërteta edhe pse e di që kjo është e vërteta. Por do të vijë një ditë që këta mohues, to që fshehin të vërtetën, do të vijë dita që do të poshtrohen. Përveç dënimit të madh që do të kenë para Allahut, pra në ditën e gjykimit. Allahu na bëf për atyre që nuk përulen përballë padrejtësisë. E lusë Allahun të na jap guximin të qëndrojmë gjithmonë me të vërtetën, me të drejtën. E lusë Allahun të na ruaj nga rënja në nënshtrim dhe servilizëm ndaj krijesave që na largojnë nga ai. E lusë Allahun që të na bëjë për robërve të tij
dhe jesklevërve të krijesave të dynjas e asë të zullumqarëve. E lusë Allahun që të juruaj, t'ju begatoj, t'ju mbarsoj, ju, familje tuaja, kudo që t'jeni, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.